ta shkallëzëm drejt, Nina. Kur ti bën qështu shfaqe, kur ki vallëzim, kur janë prent aty, a ki ma shumë emocion që janë të këshyra ta? A gëzohesh që janë aty? A të vjen pak siklet? Qysh është ndjenja që e përjeton? Jam e gëzuar. Ki qef që janë aty? Shumë. A të mbështesin shumë mami edhe babi për me qenë të një valtarit? Po. Edhe ata po dërgojnë kors, po vinë me ty, po dërgojnë gara. Po vinë me më qu, po nuk mundet me orvë me më po kur ushtruna, ama në për gara në lojnë mi po. Ju lojnë? Po. Kur e fitove vendin e dytë, që shë ndjeve? Ka zama pak që atë ndjesin të ande? Shumë ju më konektuar. Qa ju the prindërve? Edhe mësusës qa i the? Mësusës asë një sen, e momit e bobit i kam thonë në falemderit se këne orë. O, bësa i mirë. Po, edhe mësusës du të me thonë falemderit se aja ka ushtru disa javë për qatë pika, po? E di, po. Sa javë këni ushtru për shamull, sa ko ju merë me realizu një vallëzim? Një vallëzim qatë. Po. Në 2 javë në 7-3. A është fillimi ma zërë kur thu në herët zdia ka me ditë, zdia po me mësu? Të në fund, di. Të shenë me pak kohë në të vallëzim, qëf herët se funë në kry, kom kone ftir një vallëzim, të në qëf në fund të më duket e leqë. Që duket e leqë. Po, me siguri, kjo është shumë e rëndësishme, Nina, mos më dorëzu. Sa dhe që të vjenë vështirë një herë, fillim, nëse punon me mësusen, me prindrit, vetë, tani e mëson, edhe mo nuk është e vështirë. E di shumë mirë. Kur mos e le një vallëzim, nëse duket i vështirë, se me thonë, nashta s'moj. Gjithë provaje. Okej? Kështu e bëj.